Në konferencën me gazetarët, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncoi censurën mediatike ndaj opozitës dhe manipulimin e të dhënave të autoritetit të mediave audiovizive nga kryeministri Edi Rama. Berisha sqaroi se të dhënat e raportit të Amas nuk tregojnë ndikimin real të partive në media, por vetëm numrin e rasteve të përmendjes së tyre. Në këtë kontekst, Berisha tha se Edi Rama po llogarit si kot të opozitës, sulmet që i bëhen liderit të saj nga mediat pranë qeverisë. Jam sot për të denoncuar censurën e egrë që ushtrohet mbi opozitën dhe mashtrimin e shpërftyruar të Edi Ramës bazuar në dhënat e motrave siameze të Amës, siameze në mashtrim të turpshëm. Këtë analizë që Ama me porositë e Edi Ramës i servir atij dëshmohet se mediat e kontrolluara nga qeveria merren ditë e natë me shkrime, artikuj, lajme, debate kundër opozitës. Dhe natyrisht, në lakimin për keq nga mediat e qeverisë, ka një person që është kampion, dhe ky është Sali Berisha. Ka një person me artikujt, trillimet dhe mashtrimet, me qindra mijëra miliona janë ndërtuar vila, pallate nga çakejt e qeverisë. Janë bërë milioner. Edi Rama, të gjitha koprolalit, 24 orëshme, të Ymer Çorapes, Carlo Bolinos, Sokol Ballukut, që janë non-stop me opozitën dhe Sali Berishën gojë, i quhen dedikim, i quhen hapësirë për opozitën. Përkundrejt manipulimeve dhe keq interpretimeve, Berisha tha se zyra e shtypit Partisë Demokratike ka monitoruar vetë 4 televizionet kombëtare në muajin qershor, ku rezulton se qeveria zë të paktën 4 herë më shumë kohë mediatike se opozita. Televizioni shtetëror, Top Channel, Klan dhe Vision Plus i kanë kushtuar Edi Ramës në 30 ditë dhe Partisë Socialiste në një muaj të marrë së bashku 15 orë, 10 minuta dhe 59 sekonda. 15 orë, kundrejt vetëm 4 orëve, 26 minutave, 23 sekondave, apo 23,9% opozitës. Sipas ligjit universal par condicio i çdo vendi demokratik, këto media duhet të akordonin kod barabartë pozitës dhe opozitës. Por Edi Rama, në të tjera, llogarit edhe lajmet që japin non-stop për protestën 71 ditore. Mediat ja llogarit si kohë Partisë Demokratike. Në komunikimin me gazetarët, Berisha i cilësoi të papranueshme deklaratat për Kosovën të bëra në Beograd nga presidenti i Ukrainës Zelenski, duke thënë se ky qëndrim bie ndesh me interesat e vet Ukrainës. Shqiptarët janë një kom mik me kombin Ukrainas në Shqipëri dhe në Kosovë, kurse Serbia gjerë para pak kohëve ishte kali i Trojës i Kremlinit në Ballkan. Është Rusia e vogël. Deklarata e presidentit Zelenski është jashtë çdo konteksti dhe mendoj unë interesi për vendin e tij, ndaj dhe Partia Demokratike e cilëson atë një deklaratë krejtësisht pa vend, krejtësisht e papranueshme dhe do thosha një deklaratë fatkeqe në një vend që s'duaj bërë kurrë dhe për pavarësinë e Kosovës. Berisha komentoi ftesën që presidenti i Serbisë Vučić i bëri homologut Ukrainës Zelenski për të bashkuar nismës së tij me Edi Ramën për një integrim pa të drejta të plota në Bashkimin Evropian. Të gjithë të sipar, jemi realist, e hapen patroni dhe argati i tij, Vučići dhe Rama, me një letër që publikuan në gazetën më të madhe gjermane, ku ata pa pyetur kombet e tyre, si diktator autokrat të korruptuar, ky propozim në një mënyrë jo si të propozuar nga këta, por për shkak të problemeve të mëdha që Shqipëria dhe Serbia kanë me shtetin ligjor, me korrupsionin dhe lidhjet e krimit, është thënë që këta mund të kenë status vëzhgues. Ndërsa kërkesa e
Vučićit që Zelenski të barazohet me Serbinë, shqesharakës sepse Ukraina ka një pozicion më të fortë se Serbia në këtë aspekt.